mbrëm, ka ndodhur diçka, ama ju ishit gjithë në gjumë. Edhe shkaku se ishit gjithë në gjumë, e për ty pa pak vetës se nuk doja me ju aprish gjumin, se ishit orët e vona. Edhe përblodha pak vetën që mos agravoj, edhe pse mori flag shumë vetja nga brenda. Do ju bëja një kërkesë gjithëve në rast se mundet të hënë, nuk e dija është në rregull kjo kërkesë që po e bëj, të më nxirrni në nominim kokë në kokë vetëm mua dhe Labin, sepse Labi ka bërë një sjellje të patolerueshme, një shprehje të patolerueshme ndaj meje mbrëm. Shpreha deri diku është, nuk dua ta them fjalën, por është se ju e dini që jam e sinqert, është perverse. Dhe me një njeri që përdor shprehje perverse për lojë, kundrejt një femre, a jam beqare, as jam beqare, nuk ka lidhje, thjesht është fakti që s'duhet përdorur, edhe është beqare, ajo është me grua dhe me fëmijë, nuk ka lidhje prap. As nuk jam punëtore. E qartë. Unë nuk jam rahat me situatën që ndodhi mbrëm. Edhe nuk jam rahat që ta shoh një njeri që përdor shprehje të tillë për lojë, qoh ta shoh, qoh edhe të më hafrohet afër, sepse unë nuk e di që në rast se ndodh edhe kjo gjë, unë nuk e di në të ardhmen në këtë shtëpi se çfarë mund të ndodh. Kjo ka ndodhur kur na kona vlajta. Gjithë në gjumë ishit, ma tha fjalën, është shprehje qoftë në mënyrë direkte, qoftë indirekte, perverse, më falni që e them, nuk dua ta them. Është në intimitet një shprehje që nuk i takon atij me ma thënë mu se nuk më ka gru, nuk më ka dashur, nuk jemi lidhje, dhe nuk mund ndodhet ajo shprehje. Klodi e ka dëgju, ju a bëj kërkesën, ju lutem më nxirrni nominim kokë më kokë, votoni vetëm mua dhe Labin për dalë nominim javës tjetër, sepse këtë shtëpi unë nuk mund as ta shoh, edhe as ta kem prezencë afër. Dhe e para është për mu personalisht si femër, po kjo gjë kur ndodh me mu si femër, ndodh edhe tek femrat e tjera, por nuk dua të vazhdoj me supozime të tilla. Mjafton që ndodhi një herë, edhe për mu kjo situatë nuk është normale. A mund të na shpjegojsh? Kur keni qenë gjithë në gjumë. S'kemi qenë gjithë në gjumë. Ka qenë Benita shkurta, unë. Benita dhe Eliona nuk e kanë dëgju, e kanë dëgju Klodi. A vit lajt e ti? Ku gjëvesh? Si shaka? Ne kemi pas muhabetin me Elionën me krevatet. Si shaka? Edhe Labi më drejtohet mu dhe më thot mu, ose flej, ose të erdha unë aty ty në krevat. Jo, të erdha, nuk kam thënë. Ja, të erdha, shaka ka qenë kjo. Nuk kam thënë. Ai muhabet nga ana jote është provokues dhe ti e din shumë mirë që unë nuk jam e lirshme me meshkujt, qoftë në hapësirin time, qoftë në muhabetin tim. Ke përdor edhe shprehje tjera deri diku edhe i ka marrë normalizume me që je fjala njëri që ke jetu në Europë, por të lutem shumë, gjumin krevat, mua mos ma përmend më. Dhe për këtë gjë unë nuk jam rahat, dhe do ju kisha lut një kërkesë, ju lutem nxirrni nominim kokë më kokë, mua edhe Labin të hënën. Nuk ju a marr për të madhe se e bëj kërkesën me vullnetin tim të lirë. Nominoni vetëm mua dhe Labin, sepse unë nuk jam rahat. Unë e bëj kërkesë në rast se dëshironi. Në rast se jo, ju lutem, ju e dini. S'ka nevojë na më tani po toni pse po kalon në tem tjetër. Vëlla, unë po du më konë shumë Labinotit që jam, po ti s'po dan. A ka mundësi na tregosh ardiqa me natë? Hapësira jote intime dhe shprehuria jote intime kufizohet tek e tjetrit. Okej, të lutem shumë. Une nuk jam rahat me këtë situatë, sepse kur ndodhe dhe kjo për loj, mund ndodhin edhe shumë gjëra të tjera për loj, dhe une kam kuptuar që ti nuk ke të ndaluar. Mund të shtiremi sa të duam, mund të ndalojmë sa të duam, po ne e shohim me sy, se drejt ku mund të shkojnë tendencat e kësaj gjëje. Dhe unë të lap ta kam shpreh shumë mirë, ashtu si që ja kam shpreh gjithë djemve, që e kam pak hapësirën time intime dhe të shprehurit deri diku intim, që më pengon. Dhe ti prap ke tentuar dhe ke bërë mbrëm, ke shkuar, ke vijuar tek krevati të fletja në gjumë krevat. Unë vetëm me një njeri flej në jetën time në krevat, dhe nuk mund ma përdor mu një mashkull tjetër shprehjen, pusho, flej, ose të erdha unë ty aty në krevat. Keni jo mosik? Kjo është
Po çfarë ti be shaka më tash? O flej, kjo... Nuk bëhen shaka me gjëra të tilla. Qa që ku gjej, që ja gare? Dhe dua të them edhe diçka tjetër. Kur të dëgjoj baba im minimalisht, kur të dëgjoj minimalisht baba im atë lloj shprehje që një mashkull ma thot, unë nuk garantoj se çfarë mund bëj baba im edhe çfarë mund gret baba im që mund vi deri këtu në produksion. Po unë e marrë vetë në dorë edhe nuk zirë asnjë pikloti dhe e bërë fair play sepse unë nga produksioni nuk kam marrë asnjë përgjigje se si mund ta bëj vetë unë që dal nominim kok më kok me ty. Dhe kur nuk e di se çfarë mund bëj për dal nominim kok më kok me ty, ju a kërkoj kërkesë dhe lutje banorëve në shenjë mirënjohje. A më ta dish? Unë